Një tjetër atentat i rënd ka tronditur Lushnjën këtë të martë 25 nëntor rreth mesditës pranë stadiumit të qytetit. Persona ende të pa identifikuar hapën zjarr ndaj 45 vjeçarit Julian Sulo, i njohur ndryshe si Juli Pashakos. Si pasojë të shtënave, Sulo mbeti i plagosur në këmbë dhe u transportua me urgjencë drejt spitalit ku fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vendin e atentatit, policia gjeti disa gëzhoja të cilët po analizohen për të përcaktuar dhojën e armës dhe autorët e mundshëm. Hetimet paraprakë tregojnë se atentatorët lëvizën me një automjet pa targa, të cilët e braktisën dhe e dogjën pak minuta më vonë në fshatin Lifaj. Brenda mjetit të djegur u gjet një pistolet që dyshohet të jetë përdorur gjatë sulmit. Forcat e policisë së Lushnjës ngritën në një herë pika kontrolli në hyrje-dalje të qytetit, ndërsa po verifikojnë kamerat e sigurisë për të ndjekur lëvizjen e autorëve. Grupi hetimor po punon për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe motivet e ngjarjes që dyshohen të lidhen me konflikte të vjetra kriminale në zonë. Julian Sulo është një emër i njohur për policinë e shtetit, ai njihet si kundërshtar i betuar i Aldo Bares, kreu të bandës famkeqe të Lushnjës. Emri i tij doli sërish në skenë pas masakrës së vitit 2017 ku u ekzekutua Jurgen Hoxha dhe Zamir Latifi, miq të Xhulio Shkurtit, nipit të Aldo Bares. Sulo u vedorzua në polici atëherë, por u la i lirë për mungesë provash. Policia po heton disa pista për fshirë konflikte të hershme mes grupeve rivale, ndërsa vijon kërkimi për autorët e atentatit që plagosi 45 vjeçarin.